Se ajo fjali është skandaloze për mu. Mirë, veço, qka thaj? Lumir Abdigjiku tha që ka rrezik, këj po e paraqet si mundësi të rrezikut, por tha që ne i mbështesim aksionet në veri. Mirë, po, e pohoj që ka rrezik se del një i fuqishëm dhe thotë kështu, mjaft është i Kosovës. Kjo është deklaratë skandaloze politikisht. Stan kjo rrezik Ramabaj? Po, si person një atakum me deklaratat të tilla të nxjerrë jo vetëm nga konteksti, po të qara vesh në komplet. Ramaboj, shkon ti te mjeku, edhe mjeku të thotë, ki me vdek nëse nuk futesh në operacion. Ti e merr vesh fjalën ki me vdek, a ka kuptim? Se bërë jetë kështu me zbut punë. Kjo është deklaratë skandaloze, antikushtetuese. Kjo është me rrezikshmëri antikushtetuese. Dikun tjetër do duhet tërhiqej kandidatura e tij. A bën tash ta vazhdoj. E murni. Jo, që kjo video e plot nuk është nxjerrë. Unë e kam dëgjuar disa herë. Apo po do më ngu pjesën tjetër, po don vetëm çat thash 5 sekondë. Po më intereson ajo pjesa tjetër. Ramabaj ti kishe dëgjuar 5 sekondë. Skandaloze. Më të interesuar Ramabaj se pikërisht tu është rreziku edhe unë edhe sot do ti duhesh me thonë që është rrezik nëse është e pakujdesshme shteti i Kosovës në raport në ambientet mbyllura, komunikim me kolegët e vet të partisë, me të opozitës. Por me dalë në para kamera, me thonë që ekziston që ky rrezik, mjaft është mjaft, verius është i Kosovës. Jo, ky nuk tha ashtu. Ky tha do të mos kujdes se mos me çusi situatën atë pikë se nesër që ka pas ide për korrigjim të kufive. Shumë më haron. Ora Boltoni ka thonë, këshilltari i Trumpit ka thonë që ka pas ide, ka shkruar libër, qysh ka pas ide për korrigjim të kufive. Po vetëm shiko biseda edhe personalitetet tjera botërore kanë thënë që është biseduar madje në shtëpitë bardhë për ndarjet e Kosovës. Zotëri Ramabaja, ky po kallëzon që mundet me ndodhë që kjo. Ky nuk po thotë që pajtona me ndodhë që kjo e para. E dyta po thotë që ne i mbështesim qëto aksione sepse veç pak, sepse mos më orë që kjo ditë. A ba bre të lutë, na por zotë se të padion ashtu. Jo më rrë të pjesën tonë së padion. Jo më rrë të pjesën tonë gjone. E shpjegove po mendoj. Unë as që nuk e kam obligim e shpjegu. Po çka po tentoj me bu është me kallëzu që ka rrezik sepse është paralemru rreziku, po i qes pikat mbi as nuk e kam obligim as Lumir Abdigjikun, as Bedri Hamzen, e as të madhin Albin Kurti. Ose të voglin. Veç diçka. Për të voglin falni jo, në të madhin veç. Veç diçka. O mësojnë ka ushtrime logjike në shkollë fillore, që është një presë e ndryshon kuptimin e fjalisë. Ti e zotni me qëllim e ka dënë me ka vish një copë, edhe bëne se punë e joqja, po kjo nuk është, unë menajsha që qëto veta, i montojnë, kështu, adin njerës, që e përkrajnë dhe ndoshe. Unë e se kom di që ato montojnë, e ushqenë, për kryesizët dhe ndoshe, që vla. Vesh diçka, a di ko gabimi Lumir Abdigjiku që atë? Që thëtë mbështes Albin Kurti në aksionë veri, që të o gabimi? Se ka pështet Albin Kurti, që të o gabimi ti vatë këtë sesh, apo do këtë tragike, apo së Ramabaj të të institucione. Ti po do me qitë në Kurtha dhe Mazi. Apo lemër që se qesën që se më gana i mu, se në nguaj mu ishtë në protest para kuvendit, jo në zyra aty. Vesh diçka, Albin Kurti në 2020 ka deklarim të jeta gjara ku thët nuk na dohen aksionet policisë në veri. Pse s'po t'inglon që ta është tragjike ty? Gjena i që ato. Të lutëm, të jeta gjara, Albin Kurtin e kito e shpjegu situatën. Qysh një për arsyeve dhe pak natësive me agim velion, është fakti që ka kërku aj aksione policore në veri, është fjalia famshme, thët, ka dështime spektakulare, jo veç suksese, e të tjera. Pra, edhe thët, pse thët duhet na, me shku me polici, bashkë që aty ku fërkohesh me Serbi, apo e shep psikoza. Albin Kurti ka thonë, as nuk e lajmë kjo, as nuk e din. Nëse e thët në e kërqetë është tradhti kombëtare. E qëto problemi edhe Abdigjikut, besoj edhe ju, në këtë rast, që menoni ju, që gjendja faktike në veri është ma e mirë. Gjendja faktike në veri është ma e mirë, veç për dikon. Për Aleksandr Vučićin, që ja ka mundësu ati, mu rehabilitu ndërkombëtarisht, tu i thonë, apo mi shë viktimat në Kosovë. Sepse Delgjelat Sfesla me asishe kishe për i hekju në ato shajat. Në fund çka ndodh, në fund çka gjendja faktike, di cila është lista serbe fitore absolute në kretë komuna në veri.